Një tjetër skandal seksual ka tronditur zyrat e shtetit, këtë herë jo në atë të një deputeti, por të një shefi policie, i cili është prangosur me të njëjtën akuzë si edhe Agroncane në Sarandë. Shërbimi i kontrollit të brendshëm ka prangosur gjatë natës shefin e rajonit policor të Vilipojës në qarkun e Shkodrës, Ernest Ndue Paluku, i cili akuzohet se në kushtet e shpërdorimit të detyrës ka kërkuar favore seksuale ndaj një shtetase. Historia ka nisur nga një rast dhune në familje, kur për t'i shpëtuar veprimeve të bashkëshortit, një zonjë migrante në Londër i është drejtuar strehes shtetërore policisë së Vilipojës. Por ideja angleze ku institucionet e shtetit janë mbrojtje sigurt për ata që kërkojnë ndihmë, i është kthyer në një makt të vërtet. Për t'i pranuar denoncimin sipas hetimit të SHGB-s, rezulton se shefi i policisë i ka kërkuar marrëdhënie seksuale. Dyshohet se punonjësi i policisë Ernest Paluku, duke shfrytzuar detyrën e tij funksionale, ka kërkuar favore seksuale nga shtetësia RM, e cila ishte paraqitur në stacionin e policisë Velipoj për të bërë një kallëzim për dhunë dhe keqtrajtim nga bashkëshorti i saj. Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se punonjësi i policisë Paluku, pas paraqitjes së shtetases RM për të bërë denoncim, nuk e ka kryer detyrën funksionale sipas procedurave standarde, por duke shfrytzuar postin i ka kërkuar asaj favore seksuale. Nga hetimi ka rezultuar se këto veprime kryepolici i rajonit turistik i ka kryer jashtë dëshirës së shtetases me iniciale RM, të cilës i premtonte mbrojtje për shqetësimet që i sillte bashkëshorti i saj. Në këto kushte, emigrantja turiste i është drejtuar Tiranës ku ka bërë denoncimin dhe ka vënë në lëvizje strukturat e SHGB-s, të cilët kanë vënë në pranga njeriun që kërkoi seks për të kryer detyrën e tij shtetërore. Ky është rasti i dytë brenda një muaji, ku në zyrat e shtetit ndodh një fenomen i tillë.